Dituri në të gjithë botën është muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin, si dhe kujdesin për këtë sëmundje. Ky lloj i kancerit është më i zakonshmi për gratë në mbar botën, si në vendet e zhvilluara ashtu edhe ato në zhvillim. Udhëheqësi i repartit kirurgjik në Spitalin e Gostivarit Jakupi sqaron se në nivel të shtetit, brenda periudhës 1 vjeçare deri më 750 arrin numri i femrave të prekura nga kanceri i gjirit. Një rritje evidente e kësaj sëmundjeje shënohet edhe në Gostivar. Sipas tij, në afat prej 1 muaji deri më 3 persona diagnostifikohen me sëmundje malinje, ndërsa me këtë rast mbizotrojnë kanceret e gjirit. Fatkeqësia qëndron në atë se viteve të fundit po ulet kufiri i moshës dhe se ka raste kur vajza të moshës nga 17 deri më 20 vjeçare diagnostifikohen me kancer të gjirit, sqaron kirurgu Jakupi. Shteti tonë gjatë vitit diagnostifikohen rreth 750 gra me sëmundjet e karcinomit të gjirit. Në kohën e sodit, duke pas parasysh ndoj stilin e jetës, të ushqimin dhe stresi i cili gjithsesi është prezent në të gjithë shtresën e popullatës tonë në Maqedoni. Flasim konkretisht, si që u thash, detektohen mesatarisht rreth 750 gra. Kjo sëmundje kryesisht i tangon në përqindje më të madhe moshat nga 45 deri 49 këtë periudhë, edhe në fazën prej 55 deri në moshën 59 vjeçare. Moshat më të reja sillen do kundër rreth dekadës së dytë, domethënë prej asaj moshe do kundër 17 deri 20 vjeç. Askush nuk e di me siguri se çka e shkakton kancerin e gjirit dhe pse disa gra janë më të rrezikuara, por dim se ka disa faktorë që duken se rrisin rrezikun për të zhvilluar kancerin e gjirit. Si prevencion, mjeku sugjeron kontrolle të rregullta jo vetëm në momentin që konstatojnë ndonjë gjë gjatë prekjes, por thjesht edhe për kurreshtje. Pse etiologjia e kësaj sëmundje është e panjohur, siç të gjithë karcinomët, po në këtë rast e vlen të përmendim disa faktorë rreziku. Një ndër ata është edhe predispozicioni nga trashëgimia, domethënë faktori ka pas nëna, gjyshja dhe kështu me radhë. Faktor tjetër është menopauza e vonshme, domethënë mbas moshës deri në moshën 55 vjeçare, ato kanë predispozicione më të afërta për karcinom të gjinit. Një tjetër faktor është edhe menstruacioni i hershëm. Domethënë kemi vajzat të cilët kanë menstruacione në moshën 12 vjeçare. Ajo është një ndër faktorët e cila ka predispozicion tjetër. Tjetër është shtatzania e vonshme. Shtatzania e vonshme e para. Flas për shtatzani të parë, e cila domethënë është mbas moshës 35 vjeçare. Karcinomi i gjirit është në program të Ministrisë së Shëndetësisë dhe në nivel shtetëror si screening metodë. Domethënë janë 3 programe të cilat Ministria e Shëndetësisë i ka vendosur në screening, janë karcinomi kolorektal, domethënë karcinomi i zorës së trash, ai i qafës së mitrës, edhe karcinomi i gjirit. Kretë kjo dhe të ishte e pavlefshëm në qoftë se vetëdia edhe nuk punohet në atë aspekt që vetëdia e grave të rritet në atë nivel që ato vetë të bëjnë detektimin e parë, se në qoftë se ato vinë me vonesë te na, atëherë ne do të bëjmë diagnostifikimin mirë, po pasojat janë më të ndryshme, atëherë janë më radikale të kisha thënë. Prandaj si zakonisht, masi përmendëm mesazhin i cili duhet bërë deri te gratë për detektimin dhe për prevencën dhe nga kjo sëmundje është kontrolli shumë i shpeshtë i gjive të tyre me prekje. Për çdo moment kur do të hetojnë se kanë ndonjë formacion sadoqoftë ai i vogël, menjëherë duhet i drejtohen mjekut. Fatkeqësisht, shton ai, vëmendja dhe edukata shëndetësore në vendin ton ende është e ulët dhe në të shumtën e rasteve paraqiten femrat në një periudhë kur sëmundja ka avancuar në përfaza dhe në raste të këtilla është shumë më i rëndë jo vetëm trajtimi, por edhe mundësia për mbijetesë. Dhe në qoftë se kjo bëhet sëmundja e karcinomit të gjirit, si asnjë tjetër deri në 95% të rasteve është e shërueshme.
të mëshirueshme nëse ka kështu masa preventive. Po në qoftë se bëjmë kështu lishime, atëherë ju thash pak para se intervenimet janë radikale, me hekjen e gjive, me radioterapi, me imunoterapi dhe kemoterapi të ndryshme, të cilat si terapi nuk janë fort të pëlqyeshme nga ana e pacientëve dhe ato si zakonisht pastaj i hikin kësaj terapie dhe psojnë pastaj deri taj 1/5 që përmenda pak para, nuk du të përmend fjalë kështu më të rënda. Kanceri i gjirit zhvillohet nga qeliza e vet të gjirit. Qelizat në një pjesë të gjirit bëhen anormale dhe fillojnë të rriten. Grumbullohen dhe formojnë një tumor i cili shtyp dhe përhapet jashtë kontrollit dhe shkatëron indin normal të gjirit. Nëse nuk trajtohen këto qeliza anormale, mund të përhapen dhe të dëmtojnë apo shkatrojnë indet normale që ndodhen përreth. Gjithashtu, ato mund të përhapen edhe në pjesët më të largta të trupit nëpërmjet të sistemit të qarkullimit të gjakut ose nëpërmjet sistemit limfatik.